أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm me këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e Tij të falëndrohet. Allahun e madhërisëm e falënderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e Tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahu të Dhul Xhelal, i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe me gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri ditën e gjykimit. Të dashur, vazhdojmë me sekuencat historike nga rrëfimet kuranore për pejgambert e Allahut Dhul Xhelal. Jemi duke folur për ballafaqimin e Salihut alayhis salam me popullin e tij Themud. Ballafaqimi i cili mori një kohë të gjatë, kaloi fazë pas faze, peripeci pas peripecie, vështirësi pas vështirësie, derisa kur zhdukën argumentet e idhujtarëve nga populli Themud kundër pejgamberit të Allahut Salihut alayhis salam, ata e organizuan një komplot. Ata vendosën të mbysin, të vrasin Salihun alayhis salam, sepse sipas tyre ai ishte burimi i të keqës. Ai ishte njeriu që e prishi rahatin në atë vend. Ai ishte njeriu që solli destabilizim. Ai ishte njeriu që i ndau njerëzit mes vete. Ai ishte njeriu që ftonte në një besim e cili nuk ishte i zakonshëm për atë popull dhe atë vend. Ai ishte njeriu destruktiv sipas tyre. Andaj, pasi që dështuan të gjitha format e ballafaqimit, ngeli forma e fundit, forma e likuidimit, forma e eliminimit, forma e vrasjes dhe zhdukjes së tij. Kjo logjik prej asaj kohe është përcjellën të gjitha shekujt, edhe të gjitha etapat historike, edhe ka ndodhur me gjithë pejgamberët e Allahut Dhul Xhelal. Idhujtarët, jo besimtarët, kundërshtarët e besimit islam, në mungesë të argumentit demantues, në mungesë të fuqisë intelektuale, në mungesë të fakteve akademike për të përmbys thirrjen monoteiste të fesë islame, e cila ka qenë e pranishme të gjithë pejgamberët, argumentin e fundit që e kanë ata është argumenti i forcës, është argumenti i dhunës, është argumenti i eliminimit dhe likuidimit. Jo vetëm atëherë, por edhe sot njëjtën situatë e përdorin. Kur ti je punëtor për kauzën tonë, kur ti e thret popullin tanë dhe të tjerët në besimin monoteist islam, të besosh Allahun një dhe të mos i bësh ortak atij asgjë në asnjë formë të adhurimit. Kur ti mundohesh ta vetëdijsosh popullin tanë, ta zgjosh nga gjumi, ta zgjosh nga gafleti, kur ti mundohesh ta ngrisish intelektualisht, kur ti mundohesh ta mbrojsh moralisht, kur ti mundohesh ta studisish me vlera morale, kur ti mundohesh ta mbrojsh nga smundjet aktuale, kur ti mundohesh të japish kontributin që zhvillohet populli dhe vendi jot, armiqt e islamit,
armiqt e popullit tanë, armiqt e vendit tanë, pas gjitha fazave, orvatjeve dhe tendencave të tyre për ta hesht zërin tanë, për ta mbyll gojën tonë, forma e fundi që u ngelet është likuidimi, atentati dhe mbytja. Mirë po, ata mendojnë se me vrasjen e pejgamberit Zotit, me vrasjen e thirrësit në Islam, me vrasjen e një hoxhe, e një davexhiu, ata kanë mjanuar zonin Islamit. Gabojnë trash, gabojnë shumë. Asnjëherë vrasja e një pejgamberit, vrasja e një hoxhe, vrasja e një thirrësi, vrasja e një davexhiu, s'o bo sebeb mu nal daveti. Përkundrazi, në momentin kur ata e kanë marrë vendimin me vra, me e pushkatu, me e ekzekutu, të gjitha etapat historike, çfarë do lloj forme që ata kanë përdorur për t'i ekzekutu, për t'i vra, përkundrazi, në atë ditë, në atë kohë, në atë periudhë është kthy njerëzimi tek besimi. Atëherë është tu interesimi tyre për atë ofertën e këtij hoxhe, e këtij davexhiu, e këtij pejgamberi. Andaj në surën Yasin kemi një tregim shumë interesant. Kemi folë për të në këtë mexhlis, në këtë vend, po e përmendim një pjesë. Ata e vranë thirrësin që i thirrë ata për në xhennet. Edhe në momentin që ata e mbytën, ai e tha një fjalë që mbeti i regjistruar në Kur'an, që ne përsolli Allahu i madhëshëm nga i popull dhe i vend. Qale ya lejte qaumi ya'lamun. Sikur popullim ta kishin ditë, bima ghafara li rabbi, me atë që ma fali Zoti jem, wa ja'alani min al-mukramin, dhe më dha pozita të ndarshme në xhennet. Andaj kush vritet në rrugë të Zotit, kush pushkatohet në rrugë të Zotit, kush ekzekutohet në rrugë të Zotit, ai nuk humb. Realisht qafirat, armiqt e Islamit, dushmant e kësaj feje, me momentin që marrin vendimin me vras një hoxh, një davexhi, një pejgamber të Zotit, ata ja përshpejtojnë atij mundësinë me shiju xhennetin dhe me shiju shpërblimin e angazhimit të tij. Zotën kjo dunja është kalimtare. Si ka mbet askujt për gjithmonë. E si ka mundësi me i me dikujt. Dhe tu e ditë të gjithë na se ahireti është më i mirë se dunjaja. Dhe se xhenneti ka atje atë që syri se ka pa, e as veçi se ka ndëgju, e as që ka mujt të fantazon mendja njeriut, atëre vrasja një besimtarit, vrasja një hoxhës e një davexhiut, nuk do thot humbje për te. Përkundrazi, do thot i dhurohet një gradë shumë e lartë, të cilën nuk mundet me fitu njeriu pa ja dhënë këtë pozitë në dynjë, pozitën e shahidit. Andaj, të gjithë pejgamberët nuk kishin frikë nga vdekja apo vrasja, duke e çuar në vend misionin e tyre. Asnjëherë nuk u dridhej syri nga kërcënimet e jo besimtarëve. Asnjëherë nuk e ndalën davetin nga friksimi që ja bënin idhujtarët atyre. Asnjëherë nuk bënën kompromis me ta prej kërcënimit që ata ja paraqiten ditë e natë pejgamberëve Zotit. Përkundrazi, ata vazhduan në thirrjen e tyre, qëndruan stoikisht pa luhatshëm, vazhduan me ofertën e vet deri në momentet e fundit. E në momentet e fundit ballafaqimit, disave ju u dha pozitën e shahidit, duke ja mundësuar qafirave t'i vrasin ata, e disa i mbrojti Allahu Gjelal për t'i tregu qafirave se edhe vendimin për me vra dikan që e merrni ju, nuk mundet të moralizu nëse nuk don Allahu. Andaj, ashtu sikur se tregoj se pozita e shahidllukut është pozitë e lartë dhe edhe pejgamberëve të Allahut u jepet ajo pozitë, ashtu kishte raste kur Allahu i madhrishëm i mbrojti pejgamberët e tij nga tentativat e atentateve siç ndodhi me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ata tentuan ta vrasin në Mekë, tentuan ta vrasin duke u larguar nga Mekë gjatë hijretit, tentuan ta vrasin edhe në Medinë. Mirpo, atëra dolin shesh pjesa tjetër e vullnetit të Zotit, inna Allaha
yudafiu anil ladhina amanu. Allahu është ai që i mbron besimtarët. Kjo që kur e kemi parasysh këtë citatë vëllazni, është mjerim, edhe është manifestim i imanit të dopt, edhe është keq kuptim i fesë, që dikush me ndal davetin, me ndal angazhimin, ose me ndryshu ngjyrën për shkak frikës nga presioni, për shkak frikës nga pasojat, sepse nuk ka mundësi me ndodh as me mu, as me ty, as kanë, as gjithë dhe veç asaj që e cakton Allahu dhu gjelal. Edhe andaj pejgamberët e Allahut ishin të bindur në këto fakte, edhe nuk ki as një rast që ata bënën kompromise me popujt e tyre, ose lëshun pejnë parimet e tyre, ose e lanë davetin dhe nuk e vazhdun. Allahumme, në përjashtim të një rastit, që e tregon Kurani fisnik edhe atë, e tregon se krejt zhvillimin, rastin e Junuzit a.s. Ai nuk e la davetin nga frika, po e la davetin duke mendu se ky popull nuk e meriton mu lodh me te. Ky popull puno sa të punojsh, ata se pranojnë ftesën e ti. Kjo që shka me e argju kohën këtë me ta. Mirë po edhe për këtë vendim të ti, Allahu dhu gjelal e denoj edhe i tregoj se gabim ke vepru. Si ku ta marrsh një detyrë dhe një mision, pa marrë parasysh a ka rezultat, as ka rezultat si pas teje, ti duhesh me ndejt misionet deri në fund. Edhe na si hoxhallar. Në momentin që e vendosim me u bo hoxhallar, në momentin që e vendosim me mësu fenë Allahut, në momentin që e vendosim me lujtë rolin e përhapsit të diturisë e fesë Allahut, që nga i moment deri në vdekje, na nuk kemi drejt as me marë pushim, as me shku penzi, e as me elan këtë detyrë dhe angazhim. Nëse jemi të sinqert, edhe jemi domethënë të bindur se kjo është misioni dhe detyra më e mirë të cilën mund ta ketë njeri në këtë botë, nëse detyra dhe përgjegjësia më e madhe dhe më e mirë këtë botë ishte detyra dhe përgjegjësia e pejgamberëve të Zotit, atëherë detyra dhe përgjegjësia më e mirë pas tyre do e kenë ata që vazhdojnë misionin e tyre. Dhe për këtë arsye, hoxhallarët të gjithë, pa përjashtim, duhet ta kuptojnë një gjë, se kjo rrugë nuk ka zëvendësim. Kjo rrugë nuk ka alternativë. Kjo rrugë, nëse lihet, nuk ka gjë më të mirë se kjo që mund gjesh. Andaj nëse e lën këtë rrugë, nëse e lën këtë detyrë, realisht e ke lënë më të mirën dhe e ke zgjedh më të keqen. Andaj për këta njerëz vlen ajo që Allahu i Madhëshëm tha në Kur'an: "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Apo zëvendësoni atë më të mirën me atë që është më e keqe. Me lon fushën e davetit, me lon mejdanin e thirrjes islame, shërbimin e islamit dhe muslimanëve, popullit dhe xhamatit, është gabimi më i madh që mund ta bën dikush në jetën e vet. Edhe është braktisja e një detyrës më fisnike që mund ta ketë njeriu në jetën e tij. Dhe për këtë arsye, shembujt e pejgamberëve të Zotit që vazhduan me davetin e tyre deri në momentet e ballafaqimit final, ku populli dhujtar e vendosi mi mbyt ata, dhe ata nuk ndaleshin nga puna e tyre, nga daveti i tyre, ata vazhdonin me thirrje. Pse? Sepse kishin garanca. Çka ishin garancat për ta? Bindja në caktimin e Allahut. Se asgjë s'ka mundësi me ndodh me ta përveç asaj që cakton Allahu. E para. E dyta, bindja se çka do që cakton Allahu për ta është më e mira e mundshme. E kuptove ti, se kuptove ti, të rdhmirë, ajo është më tjetër, ama duhet me kuptu se çka e ka vendosur Allahu për ne, ajo është më e mira për ne. E treta, bindja se ata nuk kanë mundësi me bo asgjë për asaj që kanë planifiku edhe për asaj që kanë vendosur, përveç se nëse u lejon Allahu dhu xhelal. E katërta, bindja se ky mision, kjo detyrë është aq e shtrenjtë, aq e vlefshme, sa që edhe jetën me dhonë për te është pak. Andaj nuk e kursejnë as jetën e tyre për ta sakrifikuar në këtë detyrë, në këtë mision. E pesta,
bindja se atë pozit që jep Allahu Dhu Gjelal me shahidlëk një besimtarit, një thirësit, një pejgamberit, është për dhuratave më të mëdhaja dhe më të mira që mund t'i jep Allahu një besimtarit. Po, neve sot shpirti jon, zemra jon është mush me dashuri për dynjë, me materializëm të skajshëm, edhe me na thonë dikush se t'jepet mundësia me shku shahid, ose mundësia me jetu edhe 30 vjet, 40 vjet jetë të mirë të begatshme dunjos, shumica për neve kishin me zgjidhjen e dytë. Mirë po, besimtari i cili beson në Allahun e Madhreshëm dhe në premtimet e tija, ai e zgjedh ahiretin, e zgjedh xhennetin para të mirëve të kësaj bote. E dini pse? Sepse atë që ka atje, ajo që është atje, as kun këtë botë s'mund ta gjesh, hiç. Ku dush shko, ka dush ec, çfarë dush resorti shko, çfarë dush vend pushimi shko. Ajo që është atje është aq e madhe, aq e bukur, aq e këndshme sa që s'krahasohet me asnjë bukuri edhe kënaqësi të kësaj bote. Edhe për këtë shkak besimtari i vërtet kur një herë nuk lejon friga nga armiku me pengu në vazhdimin e misionit të tij. Edhe ky rregull, edhe ky konstatim është shumë i rëndësishëm që i ndihmon besimtarët me diturinë dhe urtësinë që e marrin nga feja Allahu Dhu Gjelal me arrit me pas suksese të jashtëzakonshme. Andaj jemi dëshmitar se me gjithë këto luftat e egra dhe të rënda për besimtarët musliman në tokat e Shamit, kemi momente gëzimi, ku Allahu Dhu Gjelal me një sakrificë të jashtëzakonshme e ndihmon atë popull musliman në ato vende që me arrit sukses me i shkatru dy forca që janë armike ndaj umetit islam. Edhe në planin afatgjat, vazhdimisht e dëmtojnë kauzën e islamit dhe umetin islam. Ajo që filloi në 7 tetor 2023 në Gaza, prej atyre trimave dhe herojve të islamit, askush prej tyre se ka mendu se ka me zgjatë e luft 2 vjet, luft e madhe me gjithë botën, dhe si pasojë e kësaj lufte ka me ndodhë ndryshime të hatashme në atë vend. Për rezultateve ishte shkatrimi i 2 forcave ushtarake në rajon, të cilat të dyjat ishin në shërbim të 2 forcave rajonale që kishin agenda armisore ndaj umetit islam. E para ishte shkatrimi i forcës ushtarake pro-iranjane që ishte në Liban, rasti Hizbullahit, e cila ishte në shërbim të agendave iranjane ekspansioniste në zonë, dhe dyta ishte gëzimi që e përjetoi pjesa e umetit islam në Siri, shkatrimi i një force ateiste, jo besimtare, idhujtare, e cila kishte synim të shërben agendën sioniste dhe të pengon zhvillimin dhe të pengon përparimin e popullit sirian dhe shtetit të ri të Sirisë. Dhe kur ata tri me ka nis atë luftë atje, përveç rezistencës 2 vjeçare në luftë kundër këtë botës, nuk e kanë ditë se ka me pas edhe këto efekte të shkatrimit të këtyre 2 forcave armisore ndaj umetit islam, mirë po, këto janë caktimet e Allahut që njeriu nuk i din. Edhe andaj kur njeriu e jep mundin, e jep maksimumin, e tregon sakrificën, Allahu ja shpërblen mundin me fitore edhe pas vdekjes së tij, pa e ditë ai se çka është ndodh në botë prej punës dhe angazhimit të tij. Andaj në Kur'an tregohet ky komplot të cilën populli Themud e bëri kundrejt Salihut alayhis salam në surën An-Naml prej ajetit 45 dhe në ajetin 51 flitet për këtë moment ku Allahu Dhu Gjelal thot: "Walaqad arsalna ila Thamud akhahum Saliha an i'budu Allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tasta'jiluna bi sayyi'ati qabla al-hasanah lawla tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun qalu ittayyarna bika wa biman ma'ak
qala ta'irukum inda Allah bal antum qaumun tuftanun wa kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billah لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لبليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Dërguam Salihun te populli Themud, e ai e thiri popullin e tij që të adhurojnë Allahun, e ata u ndan dy grupe që grindeshin mes vete. Një pjesë besimtar, pjesë e tjetër jo besimtar. Qale ya qaum, e i tha Salihu alayhis salam, o popull, pse e përshpejtoni të keqen? Pse e lipni hidhrimin e Zotit, kur me pranimin e thirrjes së tij i gëzoni të mirat nga Zoti? Nëse doni të mëshiroheni nga Zoti, kërkoni falje prej tij. Tha, ti na sjellë kop o Salih, ti edhe i thart e tu. E i tha Salihu, kësë është e vërtet, çdo gjë e mira dhe keqja vjen nga Zoti. Askush nuk sjell kop, edhe askush nuk sjell mirësi, e mira dhe keqja vijnë prej Allahut, por ju jeni popull të sprovuar. Në Medinë, në qytet, në atë vend Themudit, vendbanim Themudit, ishin 9 persona, të cilët bënin fesad në tokë, edhe asgjë nuk rregullonin. Ata u tubuan dhe u besatuan se na do i bëjmë atentat Salihut dhe familjes së tij natën, e pastaj kur të kërkohet gjaku i tij prej nesh, na do themi na se kemi pa, as se kemi bo, as se kemi pa shkatrimin e tij dhe familjes së tij, edhe na jemi të sinqert në këtë që e themi. Ata bën kurtha, po thot Allahu edhe na u akthyem kurthat atyre me kurthat tona, duke mos e hetuar ata këtë gjë. Realisht kurtha çka ishte, se në momentin që ata e vendosen me mbyt Salihun alayhis salam, realisht e vendosen me përshpejtuar ndëshkimin e tyre. Se po të shikon pak më të mençëm, ata se kishin prek Salihun me të keqe, po kishin kundërshtuar punën e tij derisa të vdeste ai. Ama këta e morën përsipër me e likvidua atë, e ky hap i përshpejtimit e likvidimit e tij ishte realisht përshpejtim i ndëshkimit Zotit ndaj tyre. Për me vasharu këtë situatë, ku është kurtha e Zotit që ata se kanë hetu? Do thot një popull jo besimtar, si kurse në këtë kohë tani, i cili ka fuqi ekonomike, ka fuqi politike, ka fuqi ushtarake. Edhe muslimanët, sa do që angazhohen, sa do që organizohen, sa do që veprojnë, janë dopt ushtarakisht, janë dopt politikisht, janë dopt ekonomikisht. Ata s'mujnë me arrit qëllimet e veta. Dhe forcat e mëdha botnore e pengojnë zhvillimin e thirrjes islame në çfarë do lloj forme që duan ata. Me propagandë, me dezinformata, me luftë speciale, siç edhe e bëjnë. Mirë pa e ke vërejt, për shumë ata janë dominant në botë, një shtet i vogël dikon në qasht botës, qohet kom edhe e merë më këmbjen e vetë, edhe e merë autonomin e vetë, edhe merë pavarësin e vetë, edhe shpallë vetë vendosje atje, edhe thënë na si musliman dojna me jetu me islam. Këtë bota qohet kom, jo s'mundet. Po shka të pengon ti në fund botës? S'kena punë me kërkan, na po fona për vendin tonë. Jo s'mundet. Nëse s'na ndërgjon neve, na ime të gatshëm me çu flota ushtarake, aeroplana, tankse, ushtri. Ina të gatshëm me dhon miliarda harxhime, mos milon juve me udhëheq shtetin sipas asaj që ju vlerësoni se është më e mira. E kuptoni tash ç'a ndodh? Ata kanë mujt për shembull milion musliman me vendos me jetu si të në vetë. Edhe këta me forcën ekonomike, me forcën politike, me forcën diplomatike, me forcën që e kanë, me i pengue ata me kurthet e veta, me sabotimet e veta, me komplotet e veta, me i nal nga arritje qëllimet veta. Mirë po,
ata nga mendjemallësia dhe arroganca, gjëra që ne kena shohur vazhdimisht në to seriale, mashtrohen me forcën e vet, edhe mendojnë se në botë ndodh ajo që dojnë ata. Edhe si dojnë ata. Edhe normalisht Allahu Dhu Xhelali u mundson her pas here të kenë kësi lloj momentesh që atyve të rritet mendja dhe më shumë, si rasti i Venezuelës. Edhe ata mendojnë se për një me çka dojnë mund me bo. Mirë po, rasti i Gazës tregoj se jo, s'ka na çashtu. Se ti këtu hin, po a del pikpyetje e madhe. Pse se ka dallim me shteteve që ndërtohen mbi interese politike edhe ekonomike, edhe shteteve që ndërtohen mbi parime ideologjike. Edhe pa marrë parasysh çfarë do lloj politike përdor kundër tyre, ata kanë me mbet besnik ndaj parimet tyre. Megjithëse bota sot ja imponon krejt botës sistemin demokratik të qeverisjes, ku populli vet i zgjedh qeveritarët e vet nëpërmes procesit të zgjedhjeve. Sistemi pluralist shumë partijak. Edhe gjithkund në perëndim kështu ndodh. Do mund dalin, është dita e zgjedhjeve, ofrohen kandidatët, partitë politike, del populli voton, edhe cila parti fiton një vot më tepër, ajo e merr mandatin me themelu qeverin, pastaj ajo me aftësitë e veta thirr parti si motra për të bë koalicion qeveritar, edhe e bëjnë qeverin dhe vazhdojnë 4 vjet. I njëjti sistem kur arrin musliman në botën islame me implementu, megjithëse është sistem që s'ka lidhje me sistemin islam, po musliman kanë pranuar, kanë thonë tamam, masi ju mendoni bota se kjo është sistemi më i mirë, pe pranojmë edhe na që të zhvillojmë këto procese zgjedhore dhe në vendet tona. Themelon parti politike, dilet në proces zgjedhor, të ofrohen kandidat, edhe dalin populli me votu. Këtë është në rregull deri kur? Derisa populli vendos me i zgjedh ata musliman të devotshëm, të sinqert, me kanë përfaqësues të tyre në pushtet. Momentin që populli musliman e vendos me i sjell në pushtet, në qeverisje, njerëzit që janë fetar, që janë musliman, këtë bota qohet kom i pengu ata me marrë pushtetin. Tash i themi na, po ku është kredibiliteti juj? Besueshmëria ndaj jush, ku është? Ju thoni demokracia sistemi më avancuar. E pranum. Edhe sipas sistemit tuaj na po veprojmë. Edhe populli vendosi për herë të parë me zgjedhje, domethënë ferr dhe demokratike, me transparencë, me zgjedh përfaqësues të vet, udhëheqësit e vet, njerëz që janë musliman fetar. Pse ju ndërhyjni në këtë proces? Pse ju pengoni krijimin e qeverive të reja? Brenda 35 viteve të fundit, në lindjen e mesme, kudo që ka pas proces zgjedhor, kudo që ka pas zbatim i rregullat të demokracisë, dhe kudo që i është dhënë mundësia popullit me votu një opcion politik, edhe ata kanë vendosur me përkrah opcionin e muslimanëve, çdo herë forcat edhe të brendshme edhe të jashtme kanë ndërhyr me prish atë proces zgjedhor, edhe me i prish ato qeveri. Çdo herë. Kjo tregon se ata janë të frustruar. Pse janë të frustruar? Sepse me gjithë atë fuqi që kanë, nuk po munden me nal do të ndikimin që e ka Islami tek njerëzit. Megjithëse lufta është shumë e egër, o vllazërit, domthonë aq është e egër sa që kur lexojmë na dhe kur shohim video të figurave kyçe armiqësore ndaj Islamit, neve do thotë vneri na kap. Prej idhnimit se sa dreqnisht mendojnë ata. Megjithatë, Islami ka met i fuqishëm edhe askush s'ka mujt me largu ndikimin e Islamit nga popujt musliman. E tash, jemi të folë për kurthën, nëse se keni hub fijen. E tash, kretë kjo është për me përshku, ata kanë forcë, ata ndërhyjnë kur dojnë vetë, ata pengojnë çka dojnë vetë. E tash, pse ti duhesh me mbyt, me vra, me shkatru
Sepse realisht tu ti demaskohesh, ti thunë jam demokrat edhe me mjete paqësore, me dialog duhet me zgjidh problemet, tu kur muslimanët e marrin poshtë ndikon ti çon aeroplanin anijen aeroplan mbajtës edhe çon bombarduesit B-2-shin e B-92-shin. Ku është mohabeti, domthonë ajo mendje madhësia edhe agresiviteti i tyre, i cili i vaqet bojen atyve, i demaskon ata, dhe vrasja e njënit apo dy apo tre figurave të rëndësishme të atij popullit, të atij vendit, më u bë shkak që populli më u zgju, më u vetëdijsu dhe me kuptu hilen dhe me kuptue mashtërimin që ata ja bën shteteve dhe popujve. Edhe realisht të desh ata me shkatru islamin dhe muslimant, ku është kurtha, ata e shkatrojnë vetë. Se demaskohen, si rasti i Gazës për shembull, ata megjithëse përdorën armatimin më të sofistikuar në botë, do thotë edhe si sasi edhe si cilësi, edhe gjithë atë, do thotë arsenal mediatik që kishin disponim, këtë mediat kryesori i përdorën për me luftu narrativën palestineze, duke ja imponu popullit narrativën sioniste, megjithatë edhe ushtarakisht humbën, edhe diplomatikisht humbën, edhe ekonomikisht humbën, do thotë humbën në të gjitha mejdanët. Edhe kjo është ajo kurtha e Zotit, që va bën qafirave, që ata kur marrin të spastrojnë vendin prej besimtarve, ata vetë se e rrisin besimin të besimtarve. Kjo është për këtë kohën moderne, të kthehemi pak më herët. Në fillimin e komunizmit, Bashkimin Sovjetik, në Kinë, tutenë në Ballkan, në Shqipëri, në Kubë, ata kur e kanë luftu fenë përgjithësi dhe islamin në veçanti, ata kanë menduar se kanë me zhduk, s'kanë me lënë asnjë gjurmë. Mirë po na jemi dëshmitar tash viti 2026, do thotë parafërsisht 40 vite mas shkatrimit të komunizmit, 45 vite, na jemi dëshmitar se në këtë të vende që është luftu egër edhe ashtë për islami, ka islam edhe ka musliman. Ju e dini midis Moskvës për shembull, që është qyteti i Bashkimit Sovjetik, është një prej xhamiave më të mëdha ku për Bajram, jo vetëm xhamia, po mbushet një pjesë e madhe e qytetit Moskvës me besimtarët e fal Bajramin. Po edhe në Shqipëri, ai luftë e egër dhe verozë që ka qenë edhe më e egër se Bashkimi Sovjetik kundër feve, edhe islamit në veçanti, nuk arriti me zhduk islamin, sot fatmirësisht në gjitha qytetet e Shqipërisë kemi na xhamia, kemi hoxhallar, kemi besimtar. Që kjo tregon dy gjëra. E para, se ata me agresionin e tyre që tregojnë ndaj islamit dhe muslimanëve, realisht bin kurth Zotit, edhe ata e zhdukin argumentin e vetëm para vetes dhe gjithashtu e rrisin interesimin e muslimanëve edhe atyre afetar ndaj islamit, edhe rrisin lojalitetin e tyre ndaj islamit. Para më tonë në Republikat e Bashkimit Sovjetik, po edhe në Shqipëri ka ndodhur, njerëzit kanë shku në për podrume bshefta, hermetikisht mbyllta. Kanë mësu Kur'an. Në Uzbekistan, Tagjikistan, në tona do thotë, hoxhallarët kanë hinë në për podrume bshefta, edhe kanë mësu fëmijët Kur'an. Edhe në Shqipëri ka pas raste që njerëzit janë largue pi qytete, pi katune, kanë jetuar nëpër shpella për me rujt fenë. Ti kur ti bësh presion dikujt për një besim të vetin apo për një vetin, ai bëhet edhe më fanatik në atë besimin e vet edhe për një vet. E kjo është kurtha e Zotit. Që ata i bën agresor ndaj muslimanëve, a muslimanët i bën fanatik ndaj fesë vet. Edhe i bën më të guximshëm, i bën më të rrimë, i bën do të mos frigohen nga armiku, sikurse rasti për shembull i popullit palestinez, i popullit afgan, tash i popullit sirian, nuk tuten pe armikut. Se një popull i cili 3-4 vjet kalon luftë, ai mos nuk tutet pi granatës, as pi plumit, as pi bombës, se çdo ditë 24/7 ballafaqohet me pluma, me granata, me bomba, me eksplodi. Për neve këtu në Shkup na ndodh një shpërthim dikon, op këtë Shkupi që në kom, çka u bë? Pse si na mësu? Ama ai që sabah ndrek, në akşam, natën, ditën vazhdimisht, ai bëhet normal aty. Edhe ai më e hek tutën
jo vetëm teoretikisht, e hek tutën edhe praktikisht. E këto janë, kjo është kuptimi I kësaj që thotë Allahu xhall, wa makaru makran, ata bën kurtha, wa makarna makran, e na u kthim kurthat atyre, wa hum la yashurun, ata nuk e kuptonin këtë fakt. Kjo është edhe një mesazh tjetër vëllazëri që duhet më kon me na shtu neve bindjen edhe besimin se me Allahu na skujt si aqet. Me Allahu na skujt si aqet. Edhe andaj ti nëse je për një me Allahun mos e tut. Se ata çka do që mendojnë, çka do që planifikojnë, çfarë do kurrë që bëjnë, çfarë do komploti që bëjnë, çfarë do sabotimi që bëjnë, atyve nëse Allahu nuk lejon me kalu ato për urtësitë që I din ai, ato bashkatron Allahu sekond. Edhe normalisht pastaj Allahu xhall I jep urtësi edhe besimtarëve. Edhe u ndihmon në arritjen e qëllimeve me minimum dame. Këto janë pjesë domthonë e kësaj kurthe që përmend Allahu xhall. Fandhur kayfa kana aqibatu makrihim, dhe shiko si ishte fundi I kurtheve të tyre, anna damarnahum, që na I shkatruam ata, wa qaumahum ajma'in, dhe këtë popullin e tyre. Në kurtha e tyre, nëse mi qu ata në favor, në sukses përpara, u bo shkak që me meritu shkatrimin dhe dënimin e Allahut xhall. Andaj edhe na sot kur jemi në moment të zhgënjimit edhe humbjes shpresës për shkak se jemi shumë dopt edhe bota e kufrit është shumë e fortë dhe kurthet e tyre dhe kombëret e tyre për me janë shumë madhështore, gjigante, janë shumë të egra dhe të këqija, në këto raste duhet me kujtu këto ajete për mi marr këto porosi, faktikisht me e mbush zemrën tonë me shpresë edhe me fuqi se ajo që kompletojnë ata dhe ata që dëshirojnë ata nuk ka me ndodh me lejen e Allahut xhelal. Në këto ajete kemi sharu në fillimin e ajeteve që na fol, po do ja bëjmë edhe një sharim shtesë në vijim në kohën që kemi në disponim. Allahu xhelal në këto ajete tregon se populli Themud ka shithirjes së Salihut alayhissalam u nda në dy tabore. Edhe kjo është e zakonshme. Do thotë gabim është me mendu, bile mendjeleci është me mendu, se një hoq, kur shkon më një katon, ose më një mahal, ose më një xhami, këtë njerëzit kanë me dasht. Këtë njerëzit kanë me pranu thirin e ti. Këtë kanë me u pajtu me atë që e thotaj. Edhe pe kësaj, duhet më koni përgatitën që dikush me të pranu, me të respektu, e dikush me të kundërshtu, edhe mos me të respektu. Kjo është shumë normale. Kështu është dynjaja. Jeton mbi diversitetin, mbi lloj-llojshmëri. Dikujt I pëlqen, dikujt si pëlqen. Dikujt I Zoti, I afti, I miri I pëlqen, dikujt jo. Ai që është më pak I Zoti, më pak I afti I pëlqen. Kështu janë njerëzit. Dikujt I miri I pëlqen, dikujt I keq I pëlqen. Dikush për shembull një njeri I keq I lig, më shumë ka respekt edhe autoritet se njeri I mirë. Kështu është jeta. Mirë, po çka duhet me bon kësi situata? A duhet na më mërzit? A duhet na më ushgënjy? A duhet me rënë depresion? A duhet na me lënë punën tonë? Jo. Ajo që duhet me bo dhe këtu mendoj se është gabimi I shumë xhallarëve dhe davexhive, edhe punëtorëve, njerëzve të mirë në çdo aspekt. Se unë përmenda fen, po në çdo aspekt kur dikush mundohet për të mirë, në mahallën e vetë, familjen e vetë, dikush nga familja apo mahalla ka me e keq kuptu punën e tij dhe ka me kundërshtu. Për shembull, nëse flasim na për ujësjellës, për kanalizim, nëse flasim na për rrymë elektrike, për çka do kohë, ti don me bëni një intervenim për me rregullu një problem që ka mahalla. I sinqert, pa kuni far prapavije, me kontribut personal, me angazhimin tan, me do thot njofsi që I ki ti, mundohesh me zgjidh një problem lagjës. Një pjesë e madhe ka me të mirë kuptu, edhe ka me të përkra, një pjesë ka me thonë, jo, ki ka diçka prapavi. Ku me ditë për shka e bënë ki. Për ka me pasi njerëzit. E tash, ajo që desha me thonë, çka do të me bona? Mu mërzit, mu zhgënjy, mu shqetsu, mu dëshpru, me rënë deprim, jo. Me lënë punën asesi. Po na, dy sene të bëjmë. E para, duhet me konë të vendost që këtë punë me qunë në fund. Se vlera jonë
edhe suksesi jon del shesh kur na arrim me përmbyll dhe me përfundu atë projekt që kemi nisë. Nëse na e lëm gjysë, hubim na. Hubim na nga karakteri jon, nga vlera jon individuale. Se është rregull i jetës, kur ta nisish një punë, mos e lën pa e përfundu. Rregull i jetës. Mendoj mirë sa se ke nis, ama kur t'ja nisish, çoj deri në fund. Andaj në mëdhëvin e Imam Ebu Hanifes rahimullahu taala është një rregull genial që na e kemi përdor për organizimet tona, pi kur ja kemi nis. I kemi thonë gjithë hoxhallarëve dhe xhamatit. Rregulli fikhor që kanë Hanefit është që kur e nis një veprim vullnetar, një adhurim vullnetar nafile, nuk i drejt me e prish. Nëse e prish duhesh me kompenzu. Për shembull, e ke vënë jetë me agjëru nafile, sot e ham për shembull, e ke vënë jetë me agjëru për të hanën nafile. Ndrej këtu ka kujtu me e prish. Ka thonë s'ki drejt me e prish. Pse? Se thënë Hanefit, ky veprim është sunet derisa ja ke nis. Kur t'ja nisish më bëhet farz. Me sos. E nëse e prish, atë e ki borx me kompenzu. Ulemat tjerë, me dhejve tjerë nuk thënë kështu. Për flas për këtë rregullin e fikut. Ama ky rregull i fikut është shumë i madh dhe i rëndësishëm në jetën organizative tonë. Që i vjen. Mendoj e mirë para se me janis një punës. Ama kur t'ja nisish, mos gabo me lëngjys, se t'ngelet borç. A i kuptoni tani? Për shembull, do të me themeloni shoqat bjeshkatarësh. Edhe themeloni, mbledh 4-5 vete edhe themeloni. Edhe normalisht kur janis me të shtu numri i antarëve, nisin mohabetet, problemet, kush është kryetar, kush është arkatar, a ka mandat, a s'ka mandat, a me ndrua, mos me ndrua. E tash ti e ke nis këtë punë, edhe në rrugë bëhet vështirë situata, kundërshtime, replika, reagime, paknaçi, revolt. Po çka po në komunis këtë vullnetarisht po e lo. Çfarë dëni bëni? I themi na jo. Ma se ti e ke fillu, ti duhesh me vazhdu, se përgjegjësia është e jotja. Po çka duhet me bë, kjo është pjesa e dytë që dësha me thonë, duhet me i bin tjerë që janë të paknaqur, se paknaçia e tyre është pa vend. Dhe se vërejt e tyre janë paragjykime, dhe se ata kanë keq kuptim për formën e veprimit. Dhe se kjo që e bëj une është shumë më e mirë se sa mangësit ose dobësi që i kam në proces, sepse janë fundit njeri. Që kjo është shumë e rëndësi. Andena këto dy gjëra fatkeqësisht shpesh herë neve na mungojnë. E nisim momenti që kena përplasje e lëm. Unë e kom nis vullnetarisht, s'ja kam bërë shkurkujt, se një duren ata dhe e len. Kush hup, ti thuhet na themi, ata hupin, jo unë, jo ti hup i pari. Pse? Se në CV-n tane, në biografin e aktivitet tanë, ka me shkujt, filoni është kaqefuk. I themi na gjuhë shqipe, gjuhë shkupi. Kaqefuk. E nis edhe e lëngjys. E nis e lëngjys. Nis e mos bitis. Edhe kjo model karakter jo serios. Ama filoni qa ka nis, ka bitis, qa ka nis, e ka përfundu me sukses, i themi kjo është argument suksesi. Edhe është njëri suksesshëm. Edhe e dyta që është gjithashtu dëshmi i mangësisë tone, kur një grup i vogël i të këqive bon më të mençëm edhe më suksesshëm se ti. Sa ai grup i vogël arrin sukses me të pengu ty, mja sjell këtë mirë shumicës që janë me ty. Edhe kjo është gjithashtu është dështim shumë i madh. Është edhe inati edhe turp. Si ka mundësi 3-4 veta që janë fitnexhi, janë njerëz të këqij, janë me paragjykime, janë me mlef, me urrëtie, me të pengu ty edhe ai numri të madh njerëzve për me bëni punë të hajrit për mahallën. Tash unë sjella me punën e mahallës, ama te daveti kjo është edhe më me rëndësi. Andaj çdo hoç që ka më shkuar në katon, më në xhami, edhe ka me dalë dikush që ka me shat hoxha, ka me fol keq për te, ai qenë start nuk duhet hiç më u lodh më u prek. Duhet me ditë se dikush ka me shat. Përkundrazi, nëse është numri i vogël, më thonë alhamdulillah, kanë shumë pak atë. Nuk kanë vlerë. E dyta do më thonë ti duhesh me punu që atymve mos me dhon mundësinë, shansën ata me dominu me opinionin publik që quhet. E këtu kemi na mangësit të daveti po flasësh.
hoxhallarët, dabexhit, edhe xhamatin përgjithësi. Opinioni publik të na shqiptarët fatkeqësisht akoma e udhëheqin dhe e formojnë anti-islamistët në lidhje me islamin po flas. Ku neve hoxhallarëve ose xhamatit të besimtarëve nuk kemi kërkon në formimin e opinionit publik. Se na dhe shembujt më të mirë të muslimanëve na nuk i publikojmë. Edhe nuk i bëjmë storje, suksesi, edhe nuk i bëjmë përhapjen e tyre, shpërndarjen e tyre. Edhe nuk i bëjmë modelet e shoqërisë tonë. T'u tregu fëmijës, t'u tregu djalit, t'u tregu vajzës, t'u tregu këshis, t'u tregu për shembull një histori e suksesshme e një besimtarit musliman, e një besimtares muslimane. Nuk arrim sukses na me depërtu me ta, me ato shembuj në mediat tona. Me a imponu medias, me thonë filanin, duhesh me nxjerrë në shesh se është sportist i suksesshëm, po është edhe besimtar. Filanin duhesh me nxjerrë në storje, media, sepse është mjek edhe është i suksesshëm edhe është besimtar. Edhe filon, secili natë ti paramendoj 200 veta, 300 veta anti-islamista që janë të shqiptarët e dominojnë eterin e mediave tona. S'ka më shumë. Allahu mos i shtoft. Edhe s'kanë më ushtu gjithsesi. Po është puna se ata, këto është ajo puna e provokimit realisht. Ku një numër ka që i vogël, mrenda 4-5 milion në më thonë popullit shqiptar, 200-300 veta arrin sukses me qenë pranishëm vazhdimisht në ekranet televizive, edhe me mush mendjen e njerëzve me pallavrat e tyre, kurse na tjerët nuk arrin sukses me deportu askond. E kjo është ajo që duhet me analizu edhe me e qajt për me gjetë zgjidhje edhe rrugdale. Andaj, këto ajete që folin në surën e Emër tregun se ka shqithire se sariu do a i thënë popullu do dy taborë, edhe kjo është zakon jete. Kështu që kuptoni këto mësime të jetës që vajap me ajetë kuranore, që ti me pas ma let mu ballafaqu me problemet e jetës edhe me i te kalu ato formën më të mirë të mundshme. Koha që keshim disponim në përfundoj, sharimin e ajeteve tjera, inshallah i vazhdojmë në ajetin në mësimin e ardhshëm, duke lutur Allahun e madhëshëm që Allahu të na jap të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë këto mësime dhe porosi. Allahu i madhëshëm na bashkoft në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.